Bon konstruimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund ndodhë ndonjëherë. Ky është edhe dhunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet dhe ato zgjedhje e kam prodhuar këtë përbërje të kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës, organizmin, institucionin ma përfaqësues të secilit qytetar, por tendenca imponuese e lëvizjes vetëvendosje, mos pajtimi i tyre me faktin që s'kan shumicë dhe s'do të kenë shumicë parlamentare, po e mban peng këtë proces dhe e kalon Kosovën pa institucione legjitime. Si Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi qëndrimin e njëjtë që kemi pasur nga fillimi. Ne besojmë që vendi duhet me i pas institucionet e konsoliduara, që kuvendi duhet me u konstituu dhe se qeveria e re duhet të votohet, por për ndodhur kjo, secili duhet ta luajë rolin e vet, përgjegjësinë që ka marrë nga qytetar, po në radhë parë partia që ka dalë e para. Zgjidhja është tashmë evidente. Duhet me u ndrru kandidatja e cila ka dështu dhe të dështoj sa herë që të vjen në kuvend, ndaj edhe një herë e ftoj deputetin Albin Kurti që të na tregoja e ka ma të rëndësishme Albulena Haxhiu në 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse nga ajo që kemi pa deri tash, Albulena Haxhiu është më e rëndësishme për të dhe për vetëvendosjen se sa votat që i kanë marrë ata. Si që dini, sot kam mbledhjen e kryesisë, është mbledhje rregull që ta dini, ne i mbajmë mbledhje të mërkurave dhe do ta diskutojmë me kolegët e mi këtë propozim që tashmë e keni pa dhe ju në media, kam lexuar edhe unë, e që e ka dhënë zoti Abdigjiku. Sa po të përgjigja që këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e kryesisë. Nuk ju jap përgjigje para se me i respektu kolegë. Fillimisht do të bisedoj me kolegët e mi, të cilët e kanë besimin e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të cilët e kanë edhe përgjegjësinë si organ ekzekutiv. Po normal, po në herë do të diskutoj me ta, juve ju njoftoj se s'është shumë vonë, sot masdite do t'ju tregoj. Megjithatë, çka i duhet Kosovës është konstituimi i kuvendit edhe i duhet një qeveri. Ju preferencën time e dini prej fillimit, edhe angazhimin e Partisë Demokratike të Kosovës e dini prej fillimit, por normalisht që ne jemi të hapur, jemi të vetmin që kemi diskutuar me krejt. Unë e kam takuar të gjithë. E kam takuar bashkë secilin lider. E kam takuar edhe Albin Kurtin, sepse ne si PDK kulturën tonë politike kemi dialogun, jemi të gatshëm me i dëgju tjerët edhe kur s'na pëlqejnë, edhe kur pajtohemi, me pas cilat janë mundësit, me i dhonë venit institucione së qytetarë nuk na kanë votu për me ardhë këtu çdo 2 ditë dhe me u tollë me ta një kryesues i kuvendit të cilin e kanë marrë peng edhe ato lëvizat vendosje duke ja imponu çka me bo e ai nuk shkon as i maskenarit që ja ka dhënë sekretaria. Pra, ne kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve, kemi përgjegjësi ndaj votuesve tonë, por dhe ndaj atyre që s'kan votuar fare, si janë qytetarët e Kosovës. Dhe për këtë arsye, unë jam i gatshëm i dëgju gjithë, jam i gatshëm me komuniku me gjithë dhe me i dhonë një zgjidhje e cila është meritore për vendin tonë. Kështu që edhe për këtë çështje që e di që prej dje e keni me rëndësi me një përgjigje, kam qenë shumë transparent, ju kam thonë sot do t'i takoj kolegët e kryesisë, ka rastisë që tjetë edhe mbledhja rregull dhe normalisht që pas asaj do t'a jap edhe një konstatim për çoj për këtë propozimeve konkrete, urdhno. Jo, dini se si kam ik asnjë takim, e kam takuar Albin Kurtin, normalisht që kolegët e ish opozitës i takoj edhe ma lehtë edhe ma me dëshirë. Po. Interesant që pyetje ma ka bë edhe Albin Kurti. Po unë nuk menoj që ne duhet me dhunu këtë nuk thash që është pyetje, unë thash që të njëjtën pyetje nga bërë që s'po zhbllokoni.
Nuk mundemi me dhunu kuvendin duke ja vendosur me votat tona në krye një person i cili nuk i bën nder këtij vendi. Nuk i bën nder këtij kuvendi. Nuk mundemi me bë kryetarët kuvendit dikën që ka polarizuar këtë kuvend. Dikën që ka hedh gaz lotësjellës në sallën e këtij kuvendi. Nëse i kish pas votat Albin Kurti, ne kishim punu. Nashta na i zgjidhë edhe më të keq se sa Zoja Haxhiu. Pa ai si ka votat. As i ka për vete më po kryeministër, as i ka për Albin Haxhiu më po kryetarët kuvendit. Dhe në situatën aktuale nuk mundemi ne qoftë as për pushtet me e dhunu institucionin më të rëndësishëm në vendin tonë. Është zgjidhje shumë e thjeshtë. Duhet me sjellni kandidat apo një kandidate që për një me mundet me marrë gjatë një vota as popullit, dhe ju e dini që ka ti. Tashmë ka dhe emrat që dihet që do të kalojnë. Por ky insistim i Albin Kurtit, vetëm për Albin Haxhiun, përtej që nuk është as i arsyeshëm, përtej që është i dëmshëm, përtej që është i gabueshëm, vërtet është për mendimin tim edhe fyse ofendues ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse po e përsëris, i bie që merr anësishëm është Albin Haxhiu, se sa rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe që kanë votuar për me dhënë vendit institucionet. Unë ju falenderoj dhe besoj komunikojmë sonte apo sot pas dite më vonë. Përshëndetje. Sot ishte seanca e 12 si tentativë për të bërë konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me të vërtetë neve na bie keq, mirë po besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolinë një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit, e cila kish me zhblloku situatën komplet dhe kish me rezultu në konstituimin e institucioneve, duke filluar prej Kuvendit të Republikës së Kosovës, po edhe formimin e një qeverie e cila do të kishte agjendë të qartë, qëllime të qarta dhe një afat të caktuar kohor. Edhe një Jo, nuk kemi marrë, siç e pat kemi dëgju dhe kemi lexuar deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigjja e tyre. Unë konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të Kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtetë me problemet e qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme, mirë po është një problem nga data 1 qershor, llogaritet që 1270 kompani të dalin në tregun e hapur dhe kjo është fatale për të gjitha këto kompani vendore, është vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, andaj me të vërtetë është anashkalim komplet i të gjitha problemeve të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit, kjo sag e cila po vazhdon me insistimin e lëvizjes vetëvendosje që në krye të Kuvendit ta vendos zonin Haxhiu. Ka pasur deklarime prej deputetëve nga partitë deri tash në opozitë që propozimi i lidhjes në Republikën e Kosovës ka ardhur si pasojë asaj që ju jeni friksuar me shtunën një koalicion si e vetme me lëvizjen vetëvendosje, prandaj po kërkoni që t'i përfshini gjitha partitë tjera opozitore, kështu që përgjigjeni kësaj. A friksoheni prej një koalicioni me Jo, nuk e besoj që ka të bëjë kjo me frikën, tani nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët rreth definicionit të frikës, por besoni e dini të gjithë që në një opsion të tillë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte interesuar për pozita dhe për pushtet, do të ishte në një pozitë shumë më të mirë po të bënte një koalicion me lëvizjen vetëvendosje se sa të hynte në një koalicion gjithëpërfshirës me të gjitha partitë politike. Nuk është frikë,
është konsistencë, është premtimi që ju kemi dhënë qytetarëve të Republikës së Kosovës, do janë dallimet e mëdha ideologjike, programore dhe sjellja e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kriju këtë hendek që për momentin është e pakalueshme.